Sa piercing mund kesh vendos prej fillimin e karrierës deri sot? Besoj mund i kem vendos 1 milion. 1 milion piercing? Besoj se po. Wow. Dhe këtu është pjesa e klientit që jo ka gjithmonë të drejtë, sepse mendojnë që duke marrë një shërbim, ti duhet i shkosh kësaj gjës deri në fund, domethënë edhe të bëhesh edhe mjeku i tyre, edhe ti bin telefonit edhe në 12 natës, edhe një natë dhe ti duhet të përgjigjesh, por nuk funksionon kështu kjo gjë. Përsi se tani është totalisht ndryshe, gjilpërat nuk janë gjilpërqepe, janë gjilpëra sterile, vathët janë të autoklavuar, janë material që nuk të jep alergji sepse nuk ka nikel, kështu që çdo gjë është aq e strukturuar sa që vërtet piercing sot nuk ka dhimbje. E them me plot gojë këtë. Okej. Në esencë, cili është mesazhi që ju doni me përcjell me punën tuaj? Që dhe nëse je çift në një biznes ja del, dhe madje mendoj që në këtë rast 1+1 nuk bëjnë 2, po bëjnë 3. Apo kërkon investimin të ndrollës? Extra Real Estate të sjell pronë ekskluzive nga Dubai drejt Europës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatura për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radio Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, xhirim, montazh. Radio Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radio Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Frymëzohen nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses Made in Albania sjell në dritë vizionare dhe sipërmarrësi që bën diferencën. Bëhu ti historia rrallës. Mirë se vini në podcastin e suksesit. Kam Marion Ellegin nga Kalimero Studio. Mirë se u gjeta. Faleminderit shërt. Unë jam kurioz me ditë fillimet, direkt. Si lindi ideja për një studio piercing edhe për tatuazhe pastaj? Normalisht ky joni është një biznes që është i trashëguar dhe prindrit e mi janë ato që kanë sjell risin në Shqipëri ku për herë të parë 97 u fut aplikimi dhe vendosja e piercing si shërbim dhe si vendosje e të gjithë gjës. Po pse pikërisht ky biznes, ku ju erdhi ideja, kishit po ndoshta jashtë apo keni një gju dikë se ky është një trend i ri ose diçka që Piercing nuk është një koncept i kohëve moderne, është një trend që ka lindur që në lashtësi, madje shumë studime thonë që arkeologët kanë gjetur që mumjet egjiptiane kishin veshët e shpuar, apo në shumë kultura të lindjes gravi vendosin vath hunda apo vath kërthize që lidhej me feminilitetin, lidhej edhe me arsye të ndryshme shëndetësore. Ndërkohë sot po, mund ta themi me plot gojën që piercing është ndërruar në një trend, është përqafuar lehtësisht dhe vajzat e përdorin si për të shprehur le të themi dinjitetin, stilin, feminilitetin, është bërë pjesë e jetës së përditshme, siç mund të konsiderojmë një aksesor, ashtu është bërë dhe piercing. sot është diçka krejt normale, me sa shoh. Po sa vështirë ka në fillim, po themi me bë pjesën e edukimit ose awareness. Fillimet patjetër që kanë qenë shumë të vështira. Normalisht duke qenë se ne jemi një popull që jemi shumë konservator dhe automatikisht jemi edhe me mentalitet. Domethënë i gjithë problemi dhe suksesi dhe vështirësia ishte që si do ta përqafonin të rinjt e asaj kohe konceptin e piercing, por problematika më e madhe është që a do ta pranonin prindrit e atyre të rive konceptin e një piercing. A keni pas raste për shembull që ka ardhur njëri, ka bën një piercing ose njëri, edhe të nesërmen ose pas ca diçka ardh me prindin që du ta heq. Në fillimet po. Në fillimet ka qenë u bë pothuajse e përditshme ku një vajzë e re ose një djalë i ri që shponte veshin të nesmen e sillte jati ose joma që çfarë keni bë fëmijës. Megjithatë, duhet shtojmë faktin që ne kemi rregull kryesor që në atë kohë dhe deri sot që në 18 vjeç ne nuk i pranojmë të bëjmë piercing pa praninë e njërit prind dhe jemi përpjekur që ta shmangim këtë gjë, le të themi. Super, se për këtë deshte më pyet. Po emri Kalimero, nga erdhi? Duke qenë se ne fillimet tona dhe vazhdojmë sot e kësaj dite i kemi me Italin. Kalimero kanë qenë disa kukulla të vogla që u shfaqin në televizionin Rai Uno, ku unë normalisht në atë kohë kam qenë shumë i vogël dhe ishte një nga kukullat e mia të preferuara. Dhe Kalimero është një zog i vogël pule, por nuk është i verdh, po është i zi. Pra është ndryshe dhe bën diferencën nga të gjithë zogjtë e tjerë dhe ky ishte edhe thelbi dhe ajo që ne donin të godisnim duke dash me u bë ndryshe nga të tjerët. Super. Pyetja tjetër ishte, vështirësitë ishin të parat kur e nisët biznesin. Po kur ishte ai momenti që e kuptu që më duket pas kana një biznes interesant, më duket po funksionon ka kjo gjë. U përqafua lehtësisht që në fillim dhe ç'është e vërtetë, ajo vetëm nga mosha rinore
por edhe nga mosha mesatare të tipit 40, 45, 50, përgjithsisht shumica e tyre femra, por edhe meshkuj, pse jo. Duke u përqafuar lehtësisht, realisht u kthye në trend dhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë shumë i suksesshëm. Por për ne është shumë e lehtë sepse duke qenë se Mario ka pasion, pas Marios edhe unë, vështirësitë janë pothuajse të papërfillshme. Të kuptoj. Besoj që akoma ka njerëz që i gjykojnë ose i paragjykojnë. Pra këta janë Shumë pak. okay. Tani është shumë pak. Mentaliteti i jonë duke qenë se tani kemi përqafu dhe Europën dhe kanë dalë më shumë, tani pothuajse është drejt zeros. Patjetër që ka disa raste që janë shumë sporadike, por do ta thoja jo, tani nuk ekziston. Gjithashtu duhet shtojmë që piercing nuk është vetëm shpimi i kërthizës apo një piercing që duket le të themi fix piercing, quhen edhe shpimet e veshit, edhe një vath i vogël hunde, dhe normalisht sot siç ta shpjegova, duke qenë se është bërë trend dhe është diçka shumë e përhapur, pra piercing është një trend që po ecën me hapa galopant, kjo e bën shumë më të lehtë çdo gjë dhe nuk paragjykohet, pra paragjykimet thuajse nuk janë më fare. Në fillimet tuaja, ajo ka motivu më shumë kur e thoshin njerëzit nuk funksionon kjo gjaja apo ato që jo kanë suportu? Cilit ju ka dhënë më shumë kështu si energji? Po, le të themi që energjinë e kemi pas gjithmonë nga vetja duke qenë dhe duke tentu me forcë për të sjellë risin, por që normalisht gjithmonë frymëzimi vjen nga joja. Poja është më e lehtë, joja është ajo që ty të shtyn që ti thysh barrierat dhe ti thysh gjitha limitet. Pastaj Mario ka pasur dhe më të lehtë, duke qenë se biznesin e ka themeluar babai i tij, që është një moshë pak më e madhe, e ka pasur absolutisht shumë të lehtë, jo vetëm ta suportojë atë, por edhe ta ndjekë rrugën e tij, duke pasur pasion sigurisht. Me që ke trashëgu edhe vazhdu biznesin që ka themelu babai jot, a është deri diku përveç pasionit o dëshirës, a është deri diku edhe përgjegjësi? Patjetër që po. Ai ka ndërtuar një emër shumë të madh dhe për ne është shumë përgjegjësi dhe barr, le të themi, që jo vetëm ta mbajmë atë emër, po pse jo ta vazhdojmë dhe pse jo dhe fëmijët tanë ta trashëgonin, sepse ne kemi 2 djem. Se do ishte shumë bukur. Super. Po e ardhmja, si e shikoni të ardhmen? A keni një plan me hap një studio tjetër apo me u zgjeru? Ne mendojmë që jo. Sepse duke qenë që kjo është punë individuale, çdo kush që vjen për të bërë një piercing aty vjen për mua. Dhe edhe nëse unë nesër apo pas nesër vendos që të bëj dhe të hap kurse dhe të hap një dyqan të dytë apo një të tretë, njerëzit do shkojnë në emrin tim, por ai ose ajo që do punoj nuk do jemun. Dhe nuk e mendoj këtë gjë. Faktikisht ne na shkruajnë shumë klient nga Shkodra, Vlora, Durrësi, sepse me sa kam kuptuar, nuk ka shumë studio piercing në qytetet të tjera të Shqipërisë, por është e pamundur për këtë që thot Mario. Duke qenë se aty vinë pikërisht për Marion, do ishte e vështirë që Mario të shkonte edhe nëpër qytetet e tjera. E kuptoj. Po nga qytetet e tjera, nga rrethet, a vinë Tiranë apo stafat ose me qëllimin me arti studio juaj? Shumë. Rezervojnë madje, janë më korrektët, rezervojnë që një javë përpara dhe ne përpiqemi edhe kur nuk kemi hapësirë të gjejmë një hapësirë sado të vogël që ato ta marrin shërbimin. Vinë realisht shumë nga Pogradeci, Vlora, Durrësi më pak, po këto qytete të mëdha që nuk kanë fare, sepse të tjerat edhe mund të kenë diçka më alternative. E kuptoj. Si funksionon procesi i vendosjes të një piercing, edhe sa zgjat me vu një piercing? Po, duke marrë parasysh gjithë pjesën ku ti do bësh dhe disinfektimin e zonës, do përcaktosh pozicionin ku ti e bën dhe patjetër që do japësh eksperiencën tënde dhe do presësh edhe klientit të të mirë kuptojë se mund ta lëvizim atë pikën lart apo poshtë, është një gjë që jo më shumë se 5 minuta nuk zgjat. Megjithatë më shumë kohë merr pjesa e sugjerimit, vendosjes së vathet provizorisht për ta parë se si duket. E gjitha është eksperiencë më vetë dhe normalisht do kohën e vet. Pastaj pjesa më e shkurtër është pjesa që Mario vepron, edhe nga eksperienca sigurisht ai vepron shumë shpejt, pa dhimbje, duhet ta themi këtë. Dhe çdo gjë është sterilizuar dhe kjo na e bën shumë më të lehtë. Vathet janë të pahapura, veglat gjithashtu, pra janë të autoklavuara fillimisht, gjë që e bën më të lehtë procesin dhe mbi të gjitha pjesa e sterilitetit. Ne jemi vetë familjar dhe kjo është pjesa më e rëndësishme e biznesit tonë. Të kuptoj. Kryesisht a vinë njerëz me ide të qarta, du të bëj filan piercing apo ju i sugjeroni? Domethënë ndrojnë mendje kollaj kur i thoni ju shiko se këtë e ke më mirë. Varet, sepse duke qenë se aty ka shumë llojshmëri, normalisht çdo njeri mund bëhet konfuz dhe dëshiron që ta shikojë paraprakisht se si mund t'i rri dhe çfarë do vendosë të bëj.
por me ndihmën e stafit ja dalim që të bëjmë më të mirën dhe klienti të dalë gjithmonë i kënaqur. Marion, nëse mundesh me kështu take a guess, domethënë me hamendsu, sa piercing mund të kesh vendos prej fillimin e karrierës deri sot? Për një ditë po. Besoj mund të kem vendos 1 milion piercing. 1 milion piercing? Mendoj më Besoj se shumë. po. Po Po sa në ditë sa bëhen vendos? 200 piercing. 200 piercing në ditë. 200. Wow. Jo çdo ditë është një Po, lloj, mesatare. absolutisht, po duke qenë se ne realisht jemi gjithkohës të angazhuar, kemi fluks, sidomos muajt e verës, 200, mesatarisht 200. Unë shikoj që jeni edhe familjar, edhe bashkëpunoni, si më thonë. Sa e vështirë është me gjetë edhe kohë nga ana e familjes, pra me u shkput nga biznesi. So unë shikoj vetë që kur ke një biznes është 24 orë, është komplet bota jote, si më thonë. Na ndihmon fakti që jemi të dy. Ai sa na ndihmon, aq edhe nuk na ndihmon, sepse Mario është më i angazhuar se sa unë. Fillimisht unë realisht nuk e mendoja të punoja me Marion, e para se është partneri im dhe e dyta unë kisha bërë një shkollë tjetër, bachelorin administrim biznes, bëra një master marketing, por u përfshiva dhe tani realisht Mario më ka transmetuar pasionin e tij, e bëjmë aq me qejf sa që vështirësi ka plotë pafund, por edhe koha është shumë e limituar, jemi me 2 fëmijë, por që bëhet më lehtë duke qenë se jemi të dy dhe e bëjmë me shumë dëshirë këtë gjë. Sa të ka ndihmu shkolla ose backgroundi arsimor? Masteri më ka ndihmuar, por unë e kam dhe qef. Për shembull shitja, unë mendoj e bën ose nuk e bën, është shumë individuale. Unë mendoj që e kam aftësi, e bëj me shumë qef dhe dëshirë dhe prandaj nuk e kuptoj le të themi lodhjen. Po rrjetet sociale se e kanë ndihmu, se unë shikoj që jeni shumë aktiv, domethënë tregoni rezultate konkrete. Na ka ndihmuar sepse jemi në kohë të rrjeteve sociale. Një biznes që nuk është në internet për mua nuk ekziston. Marketingu gojë më gojë është më i miri, kemi pafund klientë që na vinë pikërisht nga kjo gjë, duke qenë se dikush është i kënaqur me Marion, ja transmeton shoqeve, shokëve, miqve të tjerë, por dhe rrjetet sociale luajnë një rol shumë të rëndësishëm dhe përpiqemi të jemi sa më aktiv, sigurisht brenda limiteve, duke treguar një proces real si ndodh, edhe pse ndonjëherë mund të jetë me dhimbje, edhe pse mund dali pak gjak, e çdo gjë tjetër. Po pak pjesën funny. A keni ndonjë kërkesë çuditshme për shkak për klientëve ose diçka që nuk bëhet ose në një rast kështu, si më thon? Funny janë këto pjesët që Marion më ngacmojnë shumë. Ashtu ë? Po unë jam mësuar. Në fillim ishte pak e vështirë për ta perceptuar, po tani jam mësuar, është pjesë e punës. Edhe ne e marrim me qeshur, domethënë për mua kjo është diçka funny. Kam një pyetje kështu, $1 milion. A ka klienti gjithmonë drejt? Jo gjithmonë drejt. Pse? Sepse ne normalisht mundohemi që t'japim çdo gjë për klientin, por siç edhe i themi që çdo piercing që vendoset është një trup i huaj që instalohet në trupin e klientit dhe automatikisht duke qenë se jemi njerëz të ndryshëm, lëkura të ndryshme dhe reagime të ndryshme, kodat e rikuperimit variojnë. Patjetër që ka edhe nga ato klientë që janë shumë sensitiv dhe lëkura e tyre nuk e pranon piercing që ta mirë mbaj apo ta pranoj në lëkurë. Ne patjetër që i suportojmë, pra deri aty ku kemi ato limitet tona i drejtojmë dhe i japim dhe një lloj mjekimi ekstra, por deri këtu. Pastaj ne nuk jemi mjek, ne nuk jemi dermatolog, ne nuk jemi të specializuar për dermatologji dhe gjëra të tilla. Pra, në momentin që ne shikojmë që gjëja jonë mbaron, i drejtojmë të një mjek që është apostafat për këtë punë. Dhe këtu është pjesa e klientit që jo ka gjithmonë të drejtë, sepse mendojnë që duke marrë një shërbim, ti duhet i shkosh kësaj gjës deri në fund, domethënë edhe të bëhesh edhe mjeku i tyre, edhe ti bin telefonit edhe në 12 natës, edhe 1 natë dhe ti duhet i përgjigjesh, por nuk funksionon kështu kjo gjë. Ideja është që ne lobojmë shumë fort faktin që risku i inflamimit ekziston absolutisht në çdo piercing trupor. Ta bëj këtu, ta bëj në Amerikë, kudo që të shkoj. Mbajmë përgjegjësi për materialin, pjesën e sterilizimit dhe çdo gjë tjetër, por siç e tha dhe Mario, ka lëkura shumë sensitive që janë raste të ralla, që për shembull nuk pranojnë asnjë lloj metali, ose klienti nuk ka qenë i kujdesshëm në rutinën e përkujdesit dhe të mirëmbajtjes, dhe kjo sjell në lëndim, inflamim, mbas edhe deri në infektim. Janë raste të ralla që klienti nuk është nuk mirë kupton, pavarësisht se ne i asistojmë me konsulta dhe online dhe konsulta fizike, por siç ta thash janë raste shumë të ralla që klienti nuk e kupton dhe thotë që përgjegjësinë e ke ti. Megjithatë, unë mendoj që çdo biznes nuk mund të jesh i dashur dhe i pëlqyer nga gjithë.
tek grup mosha pak më e re, po themi 18 deri 25 vjeç. Piercing, a është më shumë çka keni vure ju? A është më shumë një akt rebelimit apo është më shumë një shprehje identitetit? Kjo ka qenë në gjeneratat më përpara që ishte një akt rebelimi. Tani nuk mund ta quajmë. Ta thash vajzat sot e konsiderojnë si një vetë shprehje të emocioneve, të stilit, të dinjitetit, sidomos për shembull shpimet e veshjes, sepse të gjitha futen tek piercing. Kështu që nuk mund ta quaj një akt rebelimi. Është bërë një gjë aq normale saqë nuk mund të quhet e tillë. Në vitet më përpara, po në 97-ën kur e hapëm quhej. Ishin ato gjeneratat që bënin fix piercing për të ishin tipa që bënin piercing për të shprehur atë rebelizmin e moshës kundër kohës e të tjerë. Por sot jo, sot është thjesht shprehje e emocioneve, dinjitetit, stilit personal e të tjerë. Përveç klientave të thjesht, po i quj, a vinë edhe njerëz që kanë një lloj pozite, për shembull artista ose njerëz të ndryshëm? Shumë, por përgjithsisht kanë problem që të shfaqin imazhin e tyre. Dhe për të ruajtur privatësinë, ne kemi pamundur, thuajse të pamundur t'i postojmë. Megjithatë kemi shumë emra të njohur, jo vetëm tani, po dhe më përpara, se që në fillimet kur e hapëm, vinë realisht shumë. Domethënë pjesën e showbizit i kemi klientë, i kemi dhe miq, absolutisht. Në esencë, cili është mesazhi që ju doni me përcjell me punën tuaj? Që dhe nëse je çift në një biznes ja del, dhe madje mendoj që në këtë rast 1+1 nuk bëjnë 2, po bëjnë 3. Super. Kjo shprehje më pëlqen, 1+1 bëjnë 3. Kur ja thosha njerëzve nga ana biznesit, si keni ndo punë? Kush merret me shitjet, kush merret me, me pak inovacion, me fut në gjatë re etj. Atëherë, unë jam te pjesa që vendos dhe bëj piercing. Dhe patjetër që kur është pjesa për furnizimet ne konsultohemi, por në pjesën më të madhe, duke qenë se kam dhe më përpara ne jemi dhe familjar, për pjesën e furnizimit që ne shkojmë jashtë jam unë ai që shkoj. Pastaj për sa i përket pjesës tjetër, marketing, rrjete sociale, gjithë është zonja ku pa të cilën do ishte e pamundur. Super. A merrni pjesë në trajnime profesionale? A zhvilloheni vazhdimisht? Mario, shumë. Në trajnime, sidomos në Itali, është shumë i updateuar, sepse gjithmonë ka diçka për të mësuar. Unë jam me këtë që asnjëherë nuk mund të thuash që i di të gjitha. Çdo gjë updatohet edhe për piercing absolutisht. Cilat janë trendet e 2025 edhe 2026 si mas mendimit tuaj për piercing? Veshët nuk dalin kurrë nga moda. Kërthiza gjithashtu është një piercing që ka vazhdon dhe për mua do vazhdoj. Moda e këtyre viteve të fundit është ajo çfarë quhet microdermal, që është një piercing që bëhet me një mikroimplantim jo evaziv, që vendoset nën lëkurë dhe ti fileton një gur të vogël që nga larg ngjan thjesht si një diamant që ty të rrin mbi lëkurë, por ndërkohë ka edhe një pjesë të strukturuar brenda lëkurës e cila e mban. Kjo është ajo çka ka evolu shumë këto 2-3 vitet e fundit dhe mendoj që do vazhdojë dhe do jetë për një kohë shumë të gjatë. Pra nëse më para ka qenë buza, në fillimet kur e hapëm ka qenë të gjitha piercing në gjithë pozicionet e buzës ishin shumë të përhapura. Ka qenë hunda, pa diskutim kërthiza që do vazhdoj. Sot kemi shumë veshje, kërthiza dhe hunda janë piercing më të preferuar. Trend pastaj është bërë microdermal, sepse është piercing që shërohet shpejt, është nën lëkurë dhe ngjan me vërtet shumë bukur. Si më thon, a mund vendoset piercing kudo? A ka pjesë të trupit që për shembull ose nuk lejohet ose nuk e suporton, si më thon, trupi? Ka të bëjë gjithmonë me klientin që ti ke përpara dhe me nevojën që ajo të paraqit për të bërë një piercing. Patjetër që ka dhe disa pozicione ku nuk sugjerohet, sepse dihet që kozjatja do jetë shumë e vogël për të mos thënë dhe që trupi nuk do ta pranojë. Por pjesën më të madhe të trupit patjetër që piercing. Po ja, për shembull, është tragus piercing, është në një nga zonat e veshit, jo çdo njeri mund ta bëjë. Marrë fillimisht bën një konsult për të parë fizionominë nëse ka të duhur për ta bërë dhe e bëjmë. Apo dhe dajth, është ky piercing kundër migrenës, është një piercing që presupozohet që ndihmon në migrenë, sepse ne nuk jemi mjek dhe nuk e shërojmë. Është një piercing që kalon në nervin vagus, i cili lidhet drejt për drejt me dhimbjet e kokës dhe është një alternativë praktike. Pra klientët që vuajnë nga migrena dhe janë të diagnostikuar vinë dhe provojnë pas shumë metodave të provuara. Në 80% të rasteve ne kemi pasur sukses, por ka dhe raste të ralla që thjesht është një piercing, një aksesor më shumë që ti nëse do e mban, në të kundërt e heq. Dhe në rastin e dajthit, jo të gjithë mund ta bëjnë.
Dhe Mario pa diskutim bën një konsultën paraprakë dhe më pas vendosëm nëse do e bëjmë apo jo. Mario, për sa kohë duhet, a kuptohet mërna ditës, mërna javës, sa kohë duhet për me kuptu që ndoshta trupi i një klientit nuk e pranon këtë piercing, kur i tregon shenjat? Zakonisht të kërkon mbi 7 deri në 10 ditë. Okay. Sepse shpimi parë fillestar, ditët e para patjetër që mund të kesh edhe skuqe, mund të kesh edhe fryrë. Pra janë gjëra normale sepse varet se si reagon trupi. Por mbi 7 deri në 10 ditë nëse ti vazhdon të kesh të njëjtat simptoma, tregon që trupi jot po të tregon që ka një diçka që nuk shkon. Dhe në atë moment është mirë që të vinte ne dhe ti shikojmë dhe ti këshillojmë. Pas trajtimit, a ka ndonjë, domethënë pas vendosjes të piercing, a ka ndonjë trajtim me ndonjë krem ose Po patjetër, domethënë si trajtohet? Çdo piercing ka nevojë për pastrim. Ku minimalisht 1 muaj duhet që të mirëmbahet 2 deri 3 herë në ditë. Domethënë, kur ti bën një piercing, 40% është piercieri dhe steriliteti i tij. 60% është klienti që e vendos piercing, sepse ai do përkujdeset, ai ose ajo do ta pastrojë, ai ose ajo do të ketë kujdes që të mos ta lëndojë. Pra, është çdo gjë në dorën tuaj. Ajo ka ndodhur përveç për shembull klientat që nuk ja pranojnë prindërit. Ajo ka ndodhur që me pas vetë klientat që pendohen edhe heqin një piercing. Po, patjetër që ka, sepse ka dhe njerëz që janë shumë instinktiv dhe një pjesë e tyre për shembull vijnë kur kanë një mërzi apo kanë një diçka që duan të nxjerrin një lloj mërzie, bën një piercing dhe pastaj thjesht i kalon dhe mërzia dhe e heq dhe si piercing sepse e ndjen si formë shkarkimi atë gjën negative që kishte në trup. Me punën tuaj, edhe si biznes por edhe si punë, si pasion. Si e matni suksesin? A matni me numër piercing të vendosësh mërna ditët, apo e matni me emocionet e njerëzve, apo me like-et në Instagram? Mendoj që e masim me emocionin që ne marrim. Okay. Duke qenë se ne e bëjmë me shumë pasion dhe dëshirë, qëllimi jon kryesor nuk është shitja. Është që klienti të përjetojë një eksperiencë më vete. Jo thjesht unë dua të bëj një shtëpi veshje, po unë dua të bëj një piercing, dua të kënaqem, dua siç e tha në rastin e Marios të heq atë mërzinë që pata, ti krijoj emocion. E gjitha këtu është dhe më pëlqen shumë që shumicën e rasteve, nuk po them gjitha, sepse edhe ne kemi si çdo biznes një klient X që mund të jetë i pakënaqur, janë shumë të lumtur me eksperiencën që marrin, duke filluar që nga shërbimi, vajzat e stafit që ndihmojnë, Mario e çdo gjë tjetër. Okej. Cila është pjesa më delikate e punës që bani ju? A është të marrësh me klientin, a është pjesa teknike? Pjesa teknike për mua jo tani. Okej. Domethënë mund të ketë qenë në fillimet e mia, kur unë isha 20 vjeç dhe aty ishin piercing e mia të para. Po tani për mua pjesa teknike është mund të bëhet edhe më së mbyllur. Mendoj që pjesa që merr më shumë kohë është pjesa e shpjegimit të klientit, sepse ndodh që shumë klientët, siç ta shpjegova, të janë konfuz, skeptik, nuk e dinë çfarë duan, pra e dinë që duan të bëjnë një piercing, por nuk e dinë ku. Jemi natyra të ndryshme dhe normalisht duke qenë të ndryshëm, veprojmë ndryshe. Ka klient që mund të rinë dhe gjysore deri në 1 orë dhe janë të pavendosur, ka klient që mbarojnë më shpejt, dhe këtu është puna kryesore, le të themi, që ato të binden për zgjedhjen që do bëjnë dhe të dalin të kënaqur nga zgjedhja që kanë bërë. Kjo fal nesh dhe fal Marios absolutisht. Mario, më the pak më parë që ke pas ndonjëherë edhe klient që ka pas një ngarkesë emocionale dhe e ka pas i shkarkim vendosjen e një piercing. Por sa do i sugjeroje ti, nëse dikush ka dëshirë me bën një piercing, sa do i sugjeroje që ta mendojë me veten para se më e bë? Që me evitu pra këto pendesat, po avantazhi piercing është që është diçka që hiqet. Në një moment që s'të pëlqen, ti nuk e do, e heq. Nuk është tatuazh. Tatuazhi është, mendoj që duhet të jetë më i mirë menduar. Është diçka që do ta kesh gjithë jetës tënde në trup. Përveçse se është pjesa që ti mund ta rregullosh, mund ta heqësh e të tjerë. Po është më e vështirë, ndërsa me piercing është diçka shumë e lehtë. Nuk të pëlqen, thjesht e heq dhe kaq. E kuptova. Tek tatuazhet, cilat janë trendet aktuale? Mendoj që tani më tatuazhi ka arrit në një lloj stadi ku çdo person që e bën do që të tregojë një histori të vetën. Po. Kështu që nuk ka më trende siç ishin vitet më përpara ku hajde se do mbushim krahun me tribal. Po. Apo hajde se do bëjmë një akrep. Akrepin apo luanin. Tani çdo person ose më saktë 80% atyre që kërkojnë të bëjnë një tatuazh duan që me atë tatuazh të shprehin një ngjarje, një ndodhi nga jeta e tyre.
Okay. Mario, a ke refuzuar ndonjëherë ndonjë kërkesë prej klientëve? Duhet të them po, dhe është piercing intim gjenital për meshkuj. Kjo është e vetmja kërkesë që unë kam refuzuar. Cila është ndjesia që merr kur shikon buzëqeshjen e një klientit? Çfarë thu me vete ose apo s'ke kohë më marr se ke klientin tjetër? Jo, për mua ajo është gjëja më e bukur. Në momentin që unë realizoj një piercing dhe personi që sapo ka marrë atë lloj shërbimi del para pasyrës dhe buzëqesh apo bën një wow, domethënë për mua ajo është pagesa. Mbase nuk duket, duhet shtoj faktin që Mario është pak, duke qenë se është dhe formal në punë, është pak natyrë më serioze, duket pak kështu si më jo ai soft. Mario realisht merr shumë emocion nga kjo punë, sepse u bë që 15 vjeç që e bën, sa vite i bie. U bë shumë, dhe realisht merr një emocion të tillë sa që nuk ndalet. Pra është çdo ditë duke bërë të njëjtën gjë dhe realisht është shumë i lumtur, pavarësisht se duket sikur nuk e shpreh apo nuk e tregon me mimik. Kuptoj. Tash jena të pyetja me preferuar. Mario, kthehesh mrapa në kohë. Je tu pa veten pasqyrë, edhe shef veten tonë, po themi 15 vjeç. Momentin e parë kur ke nis edhe ti me u përfshi te kjo. Edhe ke pas atë pasionin e fillimit të gjitha. Kjo vetja jote po shikon ty sot. Të arritur, keni arrit një sukses, keni përmbush shumë dëshira të njerëzve, shumë emocione. Çfarë mendon se do thoshte Mario 15 vjeç? Nëse do më shikonte mu tani? Po. Besoj do thoshte ja dola. Po ti çfarë do i thoje? Unë do thoja që s'kam dhënë akoma ai sa duhet dhe duhet vazhdoj akoma më shumë. Pse akoma mendon se mendoj që është një pasion që për mua do shteroj vetëm kur të mos kem më mundësi për ta ushtruar. E kuptoj. Mario ka dhe një dëshirë, ka shumë dëshirë që një nga djemë tanë të paktën, nuk po them të dy, ta trashëgonte këtë pasion. Jo duke ja induktuar ne, por realisht ta kishte qef ashtu siç Mario e pati me babain e tij. Momentalisht janë vegjël si mosh? 7 vjeç dhe 2 vjeç. Okej, me jetë. Se pyetja ishte a kanë shfaqur ndonjë interes akoma? I madhi, domethënë i madhi shumë herë ne marrim në studio duke qenë se janë dhe pa mundësit se s'kemi ku e lem. Dhe normalisht ai qëndron aty me mua gjatë gjithë proceseve dhe e shoh që e shef me lloj syu dhe më duket sikur shoh veten time 15 vjeç. Nuk duhet t'ja imponoj, por nëse do ishte, domethënë do ishte një realizim më shumë për mua. Cila është historia më prekse që keni ndëgjuar nga një klient? Se besoj klientët do shprehen aty. Është terapi, pa diskutim, momentin që vjen. Një historia më prekse ishte një vajzë që sapo kishte kaluar kancer, nuk dukej fare, ishte shumë me shpresë, ishte shumë pozitive dhe të betohem në fund fare kur ma ka treguar historinë, u habita se mendova ne jemi okay dhe prapa ankohemi. Ajo ka kaluar një histori të tillë dhe nuk u ankua. Unë nuk i mora absolutisht asnjë pagesë për shërbimin që mori. Kjo ishte historia më prekse, le të themi, nuk mendoj që më prekse se kjo nuk ka. Nëse mund të pyes ç'a ishte tatuazh, ishte piercing? Piercing, do bënte piercing tek veshët. Wow. Interesante. Okej. Po një klient që ka dëshirë me bën një piercing ose një tatuazh por ka frikë. Ç'a i thoni ose ka pasiguri? Vjen çdo ditë. Ka klient që na vinë çdo ditë, mendohen, pyesin prap, vazhdojnë prap, mendohen. Ne aty jemi për gjithë. Mund vinë sa herë të duan deri në momentin që do kenë dëshirë, do ta bëjnë. Kështu që ka shumë raste të tilla. Tek pjesa tatuazheve. Është më vështirë me u marrë vesh me një klient mashkull apo femër? Ja, nuk është se kush vendos më kollaj, si më thon. Çunat vendosen më kollaj. Janë më praktik. Okej. Femrat për nga natyra janë çik më të ndërlikuara. Më kërkuese. Më kërkuese, domethënë çunat janë, okay, hajde se e bëjmë. Po nga ana biznesit, a keni pas ndonjë periudhë pa sigurie po themi ose luhatjet? Se jo gjithmonë, si më thon, pjesa teknike, ndoshta ashtu ec mirë ose ke klienta kështu por nga ana biznesit. Një periudhë para 3 vitesh kur bëm rikonstruktimin e studios. Okay. Për mua ka qenë e tillë, Mario ishte më i vendosur, më i qetë. Unë mendova që po merrja disa riskje, le të themi, që nuk e dija do ja dilnim apo jo. Ja dolëm dhe me shumë sukses. Dhe jam e lumtur sot e kësaj dite që këtë vendim e morëm bashkë edhe ja dolëm. Mario ishte absolutisht i bindur që do ndodhte kështu, po unë isha pak më konfuze.
sa shpenzojnë shqiptarët për piercing? Po nuk është një shifër e caktuar, por ta thash, tani është aksesor dhe si çdo aksesor bukurie, patjetër që shpenzojnë. Po për tatuazhet? Tatuazhet janë të kushtueshme, shpenzojnë patjetër, por duhet të jesh më i bindur për ta bërë sepse është një gjë që do jetë me ty gjatë gjithë kohës. Po. Si më thënë, a janë piercing të ngjashme me tatuazhet në aspektin që ti kur bën një tatuazh, mundësia dhe probabiliteti që të bësh tjerë është e madhe. Po te piercing, nëse vendos dikush një piercing, a është probabiliteti që do vendosë edhe tjerë? Po, sepse kot nuk thonë orek se vjen duke ngrënë. Kështu që është realisht, unë për shembull vetë kam piercing të hunda dhe nuk e imagjinoj dot mos e kem. Jam mësuar të bëhet një ndjesi që ti e ke tëndën dhe nuk mund ta shkëpusësh dot më. Ndodh vërtet, sidomos me piercing, që kur bën një pëlqen, bëjnë, un kam kliente, jo më larg se para ca ditësh, brenda një jave ka ardhur për ditë, dua të shtoj edhe këtë, dua të shtoj edhe atë. Kot ka qenë punë shkëputur dhe ka ardhur e ka bërë. Ka plot raste të tilla. E kuptova. Okej. Cili është mesazhi juaj për një të ri sot që ka ndoshta një dëshirë ose ka një sy për me nis një biznes të ngjashëm si ju? Pra me dhënë shërbimin e vendosjes piercing ose tatuazheve. Çfarë do e këshillonit? Nga ana e biznesit ndoshta, por edhe nga ana e pasionit. Unë do këshilloja që ndiq zemrën nëse ke pasion. Me pasion çdo gjë arrihet dhe është më e lehtë. Duhet patjetër që po. Nëse ke besim të vetja, mund të arrish shumë gjëra. Mjafton vetëm besimi? Patjetër që jo, se duhet kesh dhe shumë aspekte të tjera. Duhet kesh aspekt financiar, tani me këto kohë që kanë ardhur shumë e vështirë që ti të nisësh një biznes nga zero, sepse presupozohet që do shkosh dhe të konkurosh dikë që ka vite në atë lloj gjoje. Por pa mundë sakrifica nuk ka asgjë. Koha ka treguar që njerëzit me pasion të madh ja kanë dalë. Kur erdha më taku atë ditë te studio juaj, po val një grup klientesh që erdhën aty, më duket se bani një piercing ose morën një shërbim. Të paktën kështu e kuptova unë. Sa përqind e shitjeve nga ana biznesit janë kështu në thojza apo i quajmë impulsive ose të momentit, pra nga kalimtar shohin studion edhe vendosin aty. Me thënë të drejtën jo shumë, sepse duke qenë se ne kemi fluks, jemi me rezervime paraprake, ne në shumicën e kohës e kemi të pamundur. Pra, në një farë forme edhe i refuzojmë kur klient vjen thjesht walk-in, vjen nga rruga dhe duan të bëjnë një piercing. Ndodh edhe me turistët, edhe pse ato janë ndërgjegjësuar dhe rezervojnë që një javë përpara, dhe ne jemi të detyruar absolutisht të refuzojmë sepse është full dhe duam që secili nga ato që ka rezervuar të marrë shërbimin që meriton dhe ashtu si e dëshiron. Dhe kjo ndodh, kështu që janë të rralla, le të themi këto rastet impulsive, përveçse se ne vajzat, me sa kam vënë re, kemi pak fiksim të momentit. Pra e dua tani, nëse se bëj tani nuk e dua më. Por ta thash, njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe absolutisht lën takimin përpara edhe paraqiten studio për të marrë shërbimin që duan. Po te pjesa e turistave, me që më përmende, a keni kërkesë të lartë? Me thënë të drejtën shumë, sepse turistët kanë një diferencë, le të themi, nga ne, që futen shumë tek review-t, kalkulojnë, shikojnë, googlojnë dhe më pas zgjedhin vendin e preferuar dhe gjithmonë shkruajnë. Ta thash, jam shumë të rrallë turistët që vinë thjesht walk-in, a mund bëj një piercing dhe kaq. Kanë rezervuar paraprakisht edhe më pas vinë. Të kuptova. Arsyeja pse keni klienta turist, a është se ndoshta edhe pjesa e çmimit apo është më shumë të shërbimi, të brendi që keni ngrit? Mendoj që është më shumë shërbimi dhe siç ta shpjegova, rrjetet sociale aq sa nuk të ndihmojnë, pra janë të vështira, aq edhe të ndihmojnë. Dhe kjo pjesë na ka ndihmuar shumë me turistët. Me pjesën pastaj të vendit ton, më pak le të themi, po me turistët rrjetet sociale janë një avantazh shumë i madh. Te pjesa e migrantave shqiptar. Po, domethënë, a keni kërkesë, a janë pra po të pys, a janë edhe ndoshta nga ana çmimeve? Pak më mirë se sa e shtetit? Po patjetër. Patjetër që po. Ne një pjesë të mirë të Europës, mos them edhe deri në Amerikë, kemi klientët tona që kanë qenë të vjetra që për shkaqe të ndryshme kanë emigruar dhe sa herë vinë, kthehen te ne dhe bëjnë shërbime të ndryshme piercing, patjetër edhe për shkak të ekonomisë. Cilat janë disa nga gjanat që jo kam mësuar ky rrugtim në përballje me shumë njerëz të ndryshëm. Më the një histori pak prekse, po çka keni mësuar një gjë tjetër ndoshta për psikologjinë e njerëzit ose për dëshirat e njerëzit ose për emocionet? Kanë ndryshuar me kohën, sot jeta është bërë pak më e vështirë, le të themi psikologjikisht, dhe normalisht për ne është më e vështirë që të merremi me klientët e ndryshëm, por jeta na ka mësuar që bëj gjëra të bukura se gjithmonë do vinë gjëra të bukura më vonë.
jeni më të vjetrit në treg ose më të partë në treg. Por sigurisht që jemi në Shqipëri dhe kur shikohet që ecë një lloj biznesit, do hapen edhe të tjerë kështu copy paste. Po çfarë ndryshon nga studia të tjera? Përveç brandit, përveç historisë. Mendoj që jemi real dhe nuk kopjojmë. Kjo është kryesorja. I bëjmë gjërat si dim ne dhe mendoj që kjo na diferencon. Siç ta shpjegova, pjesa që na diferencon është absolutisht ne jemi real, jemi vetja dhe bëjmë ashtu si duam ne pa kopjuar. Mario updatohet gjithkohës, bën trajnime të ndryshme dhe mendoj dhe emocionin që japim klientit, sepse çdo gjë është vibe, është energji. Na zgjedhim pikërisht për energjinë, për emocionin që ju japim, sepse piercing apo shpim veshje mund të bësh kudo. Gjithashtu dhe steriliteti. Ne kemi pafund fëmijë që na vinë, që bëjnë shpimet e para, duke na zgjedhur pikërisht për pjesën e sterilitetit, që është qëllimi kryesor le të themi i biznesit. Shikoj që keni bërë një punë shumë të mirë, edhe nga ana teknike, po edhe nga ana e edukimit. A vini re në treg që mund të ketë akoma në paragjykim, në gjë, se ju më thot për shkak që vinë edhe nga rrethet. Pra që do thot është në gjithë Shqipërinë, jo vetëm Tiranën, mentaliteti ndryshum. Por sa përqind shikoni ju në audiencë që ka akoma një lloj kështu? Shumë pak janë. Tani është shumë herë më e pakët. Për Tiranën jo, po flasim edhe për këto qytete të ashtu quajtura pak më të vogla. Okej. Besoj që është një gjë që ka rënë duke pas mundësi për të parë dhe duke dalë jashtë, çdo kush ka fituar më shumë siguri. Ai sa parajgjykimi nga familjarët, duke qenë se është ulur ndjeshëm dhe është bërë një gjë shumë normale, ne nga 18 vjeç e kemi bërë moshën ideale që ti jesh pa prindin për të realizuar një piercing 17. Fiks vetëm për këtë pjesën e fenomenit si piercing që është diçka normale dhe jo aq që pa konceptueshme nga mosha më e madhe, pra nga mosha e prindërve tanë. Të kuptoj. Thot, në fillime keni pas parajgjykime, sidomos nga shumica e njerëzve. Po kush e ka mbështet në fillimet tuaja, çën ditë e para? Mendoj që këtë vështirësi e ka kaluar babai Marios, që e ka themeluar. Ishte i pari që e solli piercing si produkt dhe shërbim, në Shqipëri ishte absolutisht tabu, ishte risi, ishte hera parë dhe ai e ka pasur më të vështirë këtë pjesën e parajgjykimeve, o boça është piercing, ku do ta bësh piercing, pse e ke bërë këtë piercing? Për Marion mendoj që ka qenë shumë herë më e lehtë, sidomos me kohën që ka ardhur tani, rrjetet sociale, njerëzit janë më të informuar, jo vetëm ne, po dhe mosha më e rritur, dhe mendoj që ne nuk i kemi më ato barriere që ka pasur babi Marios dhe mami Marios. Shikoj që më keni sjellë ca modele ndryshme. A ka ndonjë numër të përafërt sa pika në trupin e njeriu janë të përshtatshme për me vendos një piercing? Nuk kemi këtë, po është pjesa që ne për shembull sugjerojmë që brenda një dite në një anë të veshit mund të bësh maksimumi 4 piercing, jo më shumë. Pra ti mund vish do piercing pafund, por ne sugjerojmë që maksimumi i shpimeve që ti mund bësh në një vesh brenda një dite është 4 dhe jo më shumë. Kjo dhe për pjesën që bëhet më vështirë pastaj mirëmbajtja, kujdesi, pjesa e lëndimi sjell inflamimin, infektimin, bëhet më vështirë edhe për klientin edhe për ne gjithashtu. Nga ana e muskulit ose lëkurës, cili është piercing më i vështirë? Se po shikoj këto për shembull tek gjuha, besoj duhet të jetë pak e vështirë. E vështirë nga ana teknike për ty. Jo, e vështirë nga ana, domethënë, vështirësia nga ana teknike për mua tani nuk ekziston. Një fakt interesant është që piercing te gjua duket shumë i vështirë për të shëruar, por fal enzimave që ka pështyma, pra saliva, bëhet më e lehtë pjesa e rikuperimit. Kështu që janë ca piercing ose nipple piercing duket shumë e vështirë për ta bërë, për ta mjekuar. Është më e lehtë, po themi se sa një piercing kërcor. Piercing kërcor janë piercing që bën tek kërci, pjesa e fortë e veshit, po. E kuptova. Po për pjesën e ushqyerjes për shkak, nëse ke një piercing tek gjuha, atë shkakton bezdi? Ditët e para po, sepse normalisht gjuha, duke qenë një muskul, automatikisht në momentin që ti e shpon, ai fryhet. Okej. Dhe kjo fryerje në varësi të personave mund të zgjasë 3, 5, 7 deri maksimumi në 10 ditë, ku patjetër që brenda kësaj kohe, pra që derisa gjua të kthehet në normalitet, të sjell pak vështirësi në të ngrënë dhe pak vështirësi në të folur. Po jo se ti nuk mund të hash, se patjetër mund të hash supra, mund të hash kos, gjëra të lëngshme, ato patjetër që mund t'i hash, po ushqimin e fortë mirë është që të shmanget. Por me kalimin e kohës besoj bëhet pjesë kështu e jotja, nuk është se e vjen re. Si çdo piercing. Okay. Si çdo piercing absolutisht. A do bësh diçka ndryshe? Nëse do ktheheshit në fillim, po te pjesa ku jeni përfshi jo aktivisht te biznesi. Jo, do bëja
eksaktësisht të njëjtat hapa që kam vëdret. Të njëjtat. Edhe unë do bëja eksaktësisht një të gjë që do ndiqja Marion dhe pasionin e tij për ta trashëguar dhe unë këtë lloj pasioni. Super. Edhe pyetja e fundit, kur një gjën për shkak kur ke kur ke ndaj pushim, për shkak gjatë punës, ose kur je edhe një ditë që si të puna hiç, je duke kaluar me makinë ose diçka, shef Kalimero. Ç'është është ndjesia që t'jep? Mario thot gjithmonë fal Zotit që e kam. Okay. E kam dëgjuar unë. Është Mario. Domethënë për post familjes është gjë më e bukur që kam. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi më një gjuhë. Kënaqësia jonë. Po ja lë Faleminderit rollën Jons, se ka një çështje pak më Patjetër. offer. Që ta merrni vesh juve, unë vetë si kam shumë frikë piercing. Piercingët, si thuhet shumës? Piercings. Unë i kam shumë frikë. Tani bëni diçka që mua të më dali kjo frika. Ç'a do më thoni? E para Të jo se i dhëmbin, bëj marketing, qa, po pa. Mario ka dorën popull. Të paktën nga klientët, nga statistikat që ne kemi nga klientët tanë, ka dorën realisht shumë të lehtë. E dyta më kryesore, përdoret para çdo piercing në fillim të procedurës përdoret ëmpirje, që mund të jetë spray ftohës, për fëmijët në rastin konkret është krem pirës, që realisht është shumë efektiv. Si për fëmijët, një sekondë. Ne bëjmë dhe shpime veshje për fëmijë, po. Shpime veshje. Por vetëm okay. 4 vjeç plus, duke qenë se shpimet i bëjmë me gjilpëra, kjo për ne është mosha ideale sepse fëmijët janë më të vetëdijshëm, e marrin me shumë dëshirë procesin, vetë përfshihen, i zgjedhin vathat ndërkohë që kanë kremin e mpirjes të vendosur dhe është punë shumë e bukur, sidomos pjesa me fëmijët. Ndihet si një pickim i vogël, të paktën të gjitha kështu thon, kështu që jo frik, por mund Diçka më kujtove tani me këto vathet, mbaj mend kur më kanë shpuar veshët në fillim. Më kanë shpuar me gjilpër që qepnin, me gjilpër që qepnin dhe poshtë gjilpërës vendosen një mollë, se çka kuptimi kishte e molla, nuk e di, e ke dëgjuar? Molla ishte që të mos çaj ty kur të nxjerrë vathin anë tjetër. Mund të përdor edhe peshk, s'ka problem. Dardh, nektarinë, rëndësika. Ua, domethënë dhe mbaj mend si traumë. Po, ka Unë kam qenë- qenë diku 5-6 vjeçë. Ajo ka qenë periudha e horrorit. Shumë. Megjithatë, më pëlqen sepse ka qenë shtëpi me gjilpër. Përse se tani është totalisht ndryshe, gjilpërat nuk janë gjilpër qepje, janë gjilpëra sterile, vathat janë të autoklavuar, janë material që nuk të jep alergji sepse nuk kanë nikel, strukturën mbrapa e kanë të sheshtë që të jenë sa më komode sidomos gjatë gjumit dhe sidomos për fëmijët të cilët mund ta vrasin dhe mund të kenë raste inflamimi. Kështu që çdo gjë është aq e strukturuar sa që vërtet piercing sot nuk ka dhimbje. E them me plot gojën këtë. Okej, unë të pyeta për vete dhe në momentin që ma shpjegon me kaq delikatesë për fëmijët, domethënë si për fëmijët ashtu kujdesin edhe për triturit, me aq kujdes. Me aq dashuri. Por që puna me fëmijët është vërtet shumë e bukur. Është le të themi që nga fëmijët marrim emocionin më të madh, sepse ato nuk dinë të gënjejnë. Janë gjithkohës të qeshur. Domethënë nëse i vjen për çaj do qaj, nëse dhe janë gjithkohës domethënë shumë të lumtur, sidomos është ajo pjesa e emocioneve të vathëve të parë. Si flisni kështu për fëmijët? Keni fëmijë? Ne në fakt kemi 2 çuna dhe do doja shumë të kisha gocë që të shpoja veshët, por nëse një nga djemtë Çunimi ka mi shpuar veshët. do dëshironte të shponte veshët, kemi Mario që do ja bënte direkt. Babi do ishte dakord? Patjetër. Okej. Domethënë unë s'kam bërë gabim që e kam lejuar djalin tim. Absolutisht. Në momentin që do e dëshire Absolutisht. një nga çunave tanë, patjetër që po. Nuk të bën një piercing njeri më të mirë apo më të keq. Ti thjesht për një gjendjen tënde emocionale ose një dëshirë tënde, kaq. E di çfarë argumenti më ka dhënë djali im kur bëri një vath në vesh? Do ngjaj si i fort? Jo. Apo ja? Ma thuaj gjithmonë sa fjalën mbaje vath në vesh. Edhe unë te ky vath i kam gjitha porositë tua. Në rregull ishte. Aty më mbylli goja dhe ishte i vogël. Ishte i vogël. Tash i meshkujt. A bëjmë piercing në kërthiz? Po, bëjnë. Bëjmë. Domethënë është thyer ai miti që burrat domethënë bëhen me. Po, është një grup i caktuar i djemve që e kanë qef dhe e bëjnë. Dhe për ne është absolutisht okay në momentin që personi e dëshiron. Është korrekt, qoftë mashkull apo femër, absolutisht. Mosha që vjen më shumë, më shpesh për të bërë piercing? 20 deri në 35. Femrat për shumë? Është më shumë femrat, më pak meshkujt, por 20-35 them që është target grupi dhe që ne synojmë apo pjesë e biznesit tonë. Për shembull, nëse ku diun një 50 vjeçare do vinte me dëshirën për të bërë një piercing, a është okay? Domethënë nuk është se i bën. Ne kemi patur shumë raste për shembull kur mamaja dhe vajza që ka qenë nën moshën e adoleshencës, pra 16 apo 17, të dyja bashkë kanë vendosur të ndajnë të njëjtën eksperiencë,
kanë bërë të dyja një piercing të kërthiza. Ose të zonjat ndodh për shembull ky fenomeni që ja kërkon bashkëshorti, që t'ja bëj dhurat dhe bëjnë një X piercing të caktuar, vetëm se duan t'ja bëjnë dhurat bashkëshortit, pra me që ai e ka dëshirë. Na ndodh shumë shpesh me zonjat kjo gjë. Besoj se duke kërku bashkëshorti, vendi që mund ta kërkoj pastaj ka vend për diskutime. Po që janë të ndryshme. Ku të doj bashkëshorti. Vathët ose ku di unë, varset, bijut e tjera kanë edhe simbolika të saktuara. Piercings kanë simbolika të saktuara, figurat ose që mund të shprehin gjendjen e një personi? Jo, sepse duke qenë se është shndërruar në trend, siç e shpjegova edhe më parë, nuk është se ka, është thjesht pjesë e stilit. Për shembull, siç merr një aksesor që mund të jetë çanta, rripi për të modeluar veshjen ose për të shtuar diçka më shumë, edhe piercing është bërë si aksesor. Pra, më shumë i referohet pjesës së stilit sesa diçka e tjetër. Në qoftë se unë për shembull jam shumë adetare, dua shumë Shqipërinë, por nuk jetoj në Shqipëri, dua të bëj një piercing që të më tregoj adetarizmin tim. A mund ta zgjedh një piercing form flamuri, nuk e di. Mund ta zgjedhësh. Ka, domethënë ka këto lloj modelesh janë. Shumë adetarët preferojnë tatuazhet për të shprehur atë patriotizmin sesa piercing. Pra një tatuazh me shqiponjën apo diçka tjetër që e portretin e ndonjë lideri politik për shkak. Pse jo? Keni bërë dhe kështu? Apo jo? I bën djali që ne kemi në studio, sepse Mario është i fokusuar vetëm në piercing, po. Normal, kush do të bëj 1 milion piercings më e vogla, domethënë shifra mesatare që ai ka bërë nga fillimi i karrierës deri tani. 1 milion piercings që ke bërë, në cilin vend kryesisht? Çfarë zgjedhin? Cili është vendi që zgjedhin më shumë? Trendet kanë ndryshuar. Normalisht të kohët e fundit fokusohet shumë tek veshët, që përdoren si aksesor shtesë, kërthiza, që është gjë që nuk do dali kurrë nga moda. Edhe ajo që quhet microdermal, që është një mikroimplantim dhe është një piercing që ti kur e shikon dikë që e ka, ti shikon vetëm një gur. Ku bëhet kë? Mund bëhet ku të kesh ti dëshirë. Në faqe, mes gjoksit, te duart. Futet kështu brenda në implantohet në lëkurë, edhe lart vendoset guri që formën dhe dizainin ti e zgjedh sipas dëshirës. Interesante. Mund të më shkonte për shembull në një piercing kështu në mua do të pëlqente te duart që të bësh një microdermal. Tek duart. Po, tek kyçe do të pëlqente, te pjesa e byzylykut do ishte yll. Shikon? Ja, edhe një ide tjetër se kisha menduar asnjëherë. Edhe nuk i kam menduar jo se nuk më pëlqejnë, kam shumë dëshirë, gjithë shoqjet e mia i kanë bërë. Unë jam frikacake. Po gabimi më i madh që bëjmë neve pasi vendosim një piercing. Nuk kujdesen. Si duhet kujdesemi? Për shembull, ka raste që na shkruajnë pas një jave që kanë bërë piercing, çfarë kujdesi duhet bëj? Do shumë kujdese. Për shembull, për pjesën e piercing tek kërthiza ka disa udhëzime kryesore që duhet bërë patjetër. Pjesa që duhet shmangësh pishinat, në këtë rast dimroret, për të paktën 3 javë deri në 1 muaj, është pjesa e veshjeve, heqja dhe zhveshja, xhinset apo pantallonat që kanë pak belin e lartë, sauna, solar, depilime, për ne duhet të jenë absolutisht të ndaluara të paktën 3 javë deri në 1 muaj. Këto janë domethënë udhëzimet kryesore. Dhe më kryesore është patjetër pastrimi dhe mirëmbajtja. 2 herë në ditë plus pas çdo dushi. Duhet i bësh patjetër këto dhe duke mos e vrarë dhe e lënduar. A ka rrezik se mund të infektohet vendi ku vendoset një piercing? Çdo piercing apo çdo shpim e ka në vetvete dhe rrezikun e inflamacionit. Sepse duke qenë se ne jemi njerëz të ndryshëm, lëkura të ndryshme dhe automatikisht kemi reagime të ndryshme kundrejt një piercing. Tash ju keni ardhur shift sot, po unë dua dikush është shefi i Kalimeros. Shefin dihet se kush është. Okej. Është Luana, duhet ta themi këtë. Shumë bukur. Po prandaj ashtu ku është. Shumë mirë. Ke punuar që kur është hapur Kalimero? Besoj se ke bë bisedën me Julian, po që dua ta lidh me Kalimero është hapur që në 97-ën dhe vjen si një trashëgimi biznesi nga ana e prindërve të mi. Sepse normalisht në 97-ën unë isha 11 vjeç. E kuptova. Do të thënë prindrit e kanë hapur si biznes, e vazhdon ti, edhe më pas mendon që tua trashëgosh edhe ti fëmijëve të tu? Nëse do ta dëshironin sigurisht. Për mua do ishte një super ëndër që do bënte realitet. Nëse një nga të dy do ta dëshironte. Ndoshta edhe të dy. Po patjetër që edhe ndoshta edhe të dy, po të paktën njëri. Do ishte shumë
Si ka ndryshuar shijet e shqiptarëve? Në 97 nuk e di e mban mend apo jo si kanë qenë, po në fillimet e tua edhe sot, si ka ndryshuar qasja? Normalisht fillimet, po jo për mua, të thash, këto fillimet e vështira kanë qenë më shumë për prindrit e mi, që sollën revolucionin, sollën tabun që u thy dhe aty ishte dhe vështirësia më e madhe. Në momentin që unë e kam marrë dhe e kam nis, po thuj se çdo gjë ishte e sheshuar dhe ishte gati, ishte thjesht për ta vazhduar, për ta përmirësuar dhe për ta ngritur akoma dhe më lart. Kështu që besoj se ja kemi. Këtë nuk e themi as unë as ti, por e thon gjithë shqiptarët që ju njohin edhe që kanë ardhur. Po e di çfarë bën përshtypje, se unë po shikoja edhe faqen tuaj të Instagramit, ju ndjek prej kohësh, po sot po e shikoja me kujdes. Përshkruhet një energji e mirë në klinikën tuaj. Ku nga buron gjithë kjo energji, gjithë kjo pozitivitet? Pasioni mbi të gjitha. Është pasioni, është edhe unë mendoj që çdo njeri ka energjinë e vet, dhe varet se sa jep të tjerët, ne përpiqemi ta japim maksimum për çdo që hyn edhe del nga dyqani. Klient të kënaqur. Pothuajse 90%. Normalisht është dhe 1% e vogël që mbase mund mos janë aq të kënaqur. Pa. Juve te pjesa e klientelës dua të ndalem. Kur bëjmë një intervistë për shembull me një që ka një butik, themi cili është ai klienti që ju bezdis ose që rri gjatë gjithë kohës vetëm duke parë për çmimet. Juve keni në një kategori klientësh që thoni nuk bëm për të ardhur në dyqanin ton. Të gjithë klientët janë të rëndësishëm. Çdo njeri që futet aty, futet me synimin që të marrë shërbimin që dëshiron dhe synimi jonë është absolutisht që të kënaqim nevojat dhe të dalim nga aty kënaqur. Kështu që do thoja. Unë prandaj e bëra pyetjen sepse e di shumë mirë se si prisni ju klientët. 1 milion piercing, mua më duken shumë, po si e llogaritët këtë? Sa vite, hersa? Po duke llogarit që janë 17 vite. Unë po bëj 17 vite. Ndoshta edhe më shumë. Domethënë piercingi im i parë është bërë kur unë kam qenë 20 vjeç. Tani po shkoj për 40. Kështu që po të marr po llogarisim 7000 ditë. Unë e supozojmë se unë jam martu bërë ako, po e supozojmë se do martohem shpejt dhe jam nuse ditën e dasmës, dua të bëj një piercing. Çfarë do më sugjeronit juve? Unë do të sugjeroj diçka tek veshët, nëse një nga ditët për shembull do t'i kesh flokët e kapura. Ngjan realisht shumë bukur me vathet e parë të dizenjuar sipas fustanit, një plotësi me disa piercing në pjesë të ndryshme të veshit, sidomos te pjesa kërcore, do ngjante shumë bukur. Shumë e përgatitur. Ose mund të pyesësh bashkëshortin nëse do një piercing dhuratë. Po, fiks. Ju ka ardhur ndonjëherë në një rast kështu? Që Patjetër që po. Po. Patjetër që po. Po. Si përgatitet, po, në periudha të ndryshme, a ndryshon vendi ku mund bësh një piercing apo s'ka lidhje? Varet nga gjendja e njeriut. Thjesht është diçka që në periudhën e verës është pak më e vështirë në thonjza koha e rikuperimit. Pra do më shumë durim, që do të thotë do shmangësh pjesën e pishinave dhe në verë duke qenë se gjithë shkojmë pishina është pak më e vështirë. Ndërsa tani e ke më të lehtë le të themi që djersitja, pjesa e rritimit nga pluhuri, po që është e habitshme se ai sa është më i vështirë dhe do më shumë kohë durimi gjatë shërimit në verë, vera ka më shumë punë se sa gjithë sezonet e tjera. Tani ne po flasim te pjesa estetike, një piercing është shumë interesant edhe 2 edhe 3. Po unë shikoj për shembull në rrjetet sociale ose këto të huajt që mbushin veshin mirë me piercing, e hundën e kështu. E supozojmë se një ditë për shembull, nuk e di, mos ndost kështu, po që vjen njëri nga çuna dhe ju thotë që shikoj se unë do bëj piercing këtu do ta lejonit? Njëri nga djemt tan. Po ju marr shembullin me fëmijët që ta di edhe çfarë këshilloni te klienti. Çdo dëshirë e tyre është ligj, që do të thotë, jo vetëm për piercing, po çfarë do lloj gjëje tjetër, unë dhe Mario do jemi absolutisht suportues maksimum, po. Ju ka ardhur raste për shembull në dyqan që ju kanë ardhur me dëshira kështu ekstreme për të shpuar kudo? Po, por siç e tha dhe vetë Mario që parë, e vetmja gjë që nuk e ka pjesë të punës, nuk e ka pasur dhe nuk e ka momentalisht, është piercingin tim tek djemt, që nuk e aplikon. Pastaj çdo piercing tjetër kudo qoftë në trup, Mario e bën. Ka kërkesa? Ka. Okej. Është fantastike. E supozojmë se me të njëjtin sukses dhe
këtë që keni ngritur këtu do jepi mundësia ta ngrinit një vend tjetër të Europës, jo më në Tiranë. A do zgjidhnit të largoheshit nga Shqipëria për të mirën e fëmijëve? Kemi menduar vetëm një vend, që është Zvicera. Në momentin që fëmijët do dëshironin të largoheshin nga këtu. Për momentin ne nuk e mendojmë fare sepse duam të ndërtojmë jetën tonë këtu në Shqipëri dhe fëmijët tonë mund të rriten fare mirë këtu. Shumë mesazh i bukur. Edhe mjetën mendim ndani edhe Patjetër. Pa diskutueshëm. Po tha shefja. po pra, doli shefja e vërtet. Doli kush është shefi i vërtet. Mirë, ju falenderoj shumë që ndat përvojën tuaj edhe ishte kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi edhe për ne. Shumë faleminderit. Edhe të presim që të bësh piercing. Do të vi me kamerë me vete.